Të dashur teleshikues, ju jeni mësuar më shumë të shikonin emisionet me shqiptarët e Amerikës, aktivitetin e shqiptarëve të Amerikës, po edhe të amerikanëve që kanë të bëjnë me shqiptarët e Amerikës. Mirë po sot kemi një emision special për një shqiptar që për neve, edhe neve si shqiptarët e Amerikës ka shumë rëndësi, është një shqiptar nga Gjermania, avokat, e quhet Nikol Shabani. Nikol Shabani ka një eksperiencë të madhe në veprimtarinë e çështjes kombëtare. Prandaj mirë se erdhët zoti Shabani në emisionin tonë. Mirë se kam gjetur ju zoti Dota, kënaqësi për shiqëuesit e televizionit dhe të emisionit tuaj, i cili shumë i veçum. Do përpiqemi kësaj radhe që t'ju sjellim shumë mesazhe nga aktiviteti jon i shqiptarëve në Evropën Perëndimore, konkretisht nga Gjermania dhe shtetet përreth. Shqiptarët në Gjermani kanë një eksperiencë të madhe në veprimtarinë e tyre për çështjen kombëtare. Mirë po kulmin kanë arritur duke filluar nga vitet e 80-ta e këndej. Ju keni një eksperiencë të madhe në Gjermani, a mund të na flisni pak për veten tuaj se kur keni ardhur, kur keni shkuar në Gjermani? Po, si gjithë ne mërgjimtarët që kemi marrë botën mbar, më takoi edhe mu rasti si shqiptar nga ajo trev e tokave tona shqiptare në pellgun verior të Shkodrës, ka qyteti i Ulqinit, përndryshe të partë e mi nga bregu i Bunës. Dola në 89-ën, fillova të punoj për një fundacion ekonomiko-kulturor. Po ju kujtohet 89-a se çfarë pruni, çfarë sollin lëvizjet në Kosovë, përgjithësi në treva shqiptare, demokratizimin, lirimin nga komunizmi në shtetin amë Shqipërisë, Kosova me përplasjet e veta shumë vjeçare arriti që të paraqitet në skenën politike kombëtare për të gjithë Evropën dhe për të gjithë shtetet e botës. Mu më gjeti në Gjermani, ardha e qeverisë Kosovës në ekzil. Me atë rast fillun e kyçet, fillun angazhimet, të gjitha njohurit, tërë potencialin që ka e kishim, e vumë në dispozicion edhe u bura vetë në dispozicion. Jam i kënaqur me shokë që kam bashkëpunu, mungojnë shumë në këto ditë bashkëveprimtarët tonë, dëshmorë të cilët lanë jetën për Kosovën. Mund shumë të veçoj, po i përmeni shumë shkurt e afër, si Femilla Drocin, Sali Çekun, Agim Çelën, e shumë tjerë, me cilë kemi da shumë qaste, sot s'mund të dajmë këtë ditë të arritur në Kosovë.